Ata përgjigjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit dhe me thonë trash, kjo është dëshmi e dështimit politik, edhe pse do duhet ishte festë demokracie. Zgjedhjet e dyta nacionale brenda një viti. E me 2 palë lokale 4 herë para kutive të votimit. Jo sepse ne jemi popull super aktiv, zatën, por sepse këta s'kanë qenë të aftë as të konstituojnë shtetin. Kanë ditur të prishin, jo të ndërtojnë, gjithmonë. Kanë ditur të bllokojnë, jo të zgjidhin. Çdo herë. Dhe me politikë të varfër për na servuan kandidatë më të varfër intelektualisht. Njerëz që s'kanë projekte për ekonomi, s'kanë plan për arsim, s'dinë të fol për diplomaci. Por gjithmonë kanë oreks për karrige. Skandidojnë për ligje, kandidojnë për rrogë, skandidojnë për shtet, kandidojnë për privilegj. Pastaj që ditën pse Kosova ngec nga mos konstituimi i institucioneve, të krizat e pafundme, të izolimi ndërkombëtar, se kur vendi mbushet me të paaftë, me të punësuar politik, shteti shndrohet në zyrë punësimi për partitë. Prandaj, kësaj radhe, mos votoni deputet për t'ia zgjidhur vendin e punës, sepse sapo të zgjidhin punën për vete, ty ta zgjidhin vetëm për propagandën. Këtë herë vota duhet të jetë dëshkim për dështimin, jo shpërblim për bllokadën.